Ulja e temperaturave 2 ditët e fundit ka dëmtuar rënd prodhuesit e patates në Divjak. Mbi 400 hektar patate, të cilën e ndanin rreth 2 javë nga vjelja, janë dëmtuar totalisht. Patatja tani kalon gjysmë prodhimi, nuk do jetë më i prodhim që pritet që bëhej, përveç asaj e ka vonuar dhe 20 ditë tjera i duhen patates që të rigenerohet, që të hyjë për prodhim. 1 muaj mbrapa ka qenë. Nuk ka patër mënyra për të ruajtur? S'ka mënyra për të ruajtur. Natyra është fuqi urigane. Është pa përbashkë. Vetëm çajna për sera mund të ruhen në këtë lloj natyre. Në këtë lloj ftoti. Kurse forma tjera nuk ka. Unë këtu kam 4, po kam gjitha 17 lëmë tokë patate. Po ande ka bërë më shumë nga blaca. Ande nuk duket bim fare. Pije rendimenti, çdo gjë është në vonesë. Kështu që ne s'kemi çfarë. Fermerët shprehen se nuk ka mundësi të mbrohet prodhimi nga ngrica, sepse tunelet e plasmasit janë kosto e lartë, por edhe përdorimi mbulesave të tjera janë goxha të shtrenjta. Efekti i këtij dëmi do të ndikojë në sezonin pa prodhim, ku do të ngrihet çmimi patates, duke rënduar xhepat e konsumatorëve.